Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët në kuzhinën time. Për sot i kam sjell një ëmbëlsirë teje të shijshme dhe të veçantë. Do të përgatisim qumështor kremoz me 2 shtresa keku lart dhe poshtë. Del në të vërtetë fantastik dhe është mënyra më e lehtë për ta përgatitur. Pa patur nevojë të piqni pandespanjën më vete, të cilat janë të lodhshme dhe duan një kohë të gjatë. Unë ju garantoj që brenda 1 ore gjysmë e keni gati për ta servuar. Nuk është e nevojshme të ftohet plotësisht, do jetë e ngrohtë ashtu siç e do dhe koha. Për pandespanjën e shpejtë do na nevojitet një vezë plot, 150 ml qumësht, 50 ml vaj, pak vanilje. Të gjitha masat do i gjeni të shkruajtura me gota apo dhe me lugë. Ju që nuk keni peshore, pa patur nevojë për t'i peshuar. Do të shtojmë diku te 180 g miell dhe një lugë gjys kafe me plur pjekje. Baking powder. Është e mira që t'i sitisim, pandespanja të dalë e butë dhe e fryrë. Duhet të harrim një masë pak më të hollë se keku, pra të jetë një masë e rrjedhshme, sepse duam kur ta hedhim në tepsi të rrjedhit dhe të hapet lehtë. Nëse pa dashje e bëni pak më të trash, mund ta holloni me pak qumësh akoma. Nuk ka hiç problem, e kam bërë shumë herë dhe ka dalë perfekt. Masa e tepsisë që unë kam përdorur është 23 cm. Mund ta përgatisni edhe në tepsi të thjeshtë pa shkëputje, por nëse keni të tillë që hapet në pranësore do t'ju lehtësoj punën. Pasi kemi lyer mirë me vaj, i hedhim një lugë gjys gjelle me miell semolina ose ndryshe quhet griz. Nëse nuk keni, mund ta zvendçoni me miell misri të imët për ballokume. Hedhim gjysmën e masës së kekut në tepsi. E ndezim furrën në 180 gradë 10 minuta përpara që të jetë e ngrohtë dhe e pjekim për 12 me 13 minuta. Ndërkohë, në një tigan të thellë ose një tenxhere thyejm 3 vezë të plota, 200 g me sheqer, 100 g me miell semolina të imët ose griz, 30 g me miell, një brez krip, lëvorën e një limoni ose portokalli, sipas dëshirës. Nëse keni vanilje nuk ka problem, boll që të mbuloj pak erën e vezëve. Unë kam vanilje shurup, mund të përdorni çfarë të keni në shtëpi. Shtojmë pak nga qumshi, vazhdojmë me përzije mirë dhe më pas do vazhdojmë duke shtuar dhe pjesën tjetër të qumshit. Gjithsej kam përdorur 1 litër me qumësht. Nëse nuk keni miell semolina, mundeni gjithashtu ta zvendçoni me miell misri për ballokume. Siç ju thash, masa do i gjeni të shkruajtura dhe me goda ose lugë te përshkrimi i videos ose te komenti i parë. E vendosim në zjarr mesatar duke përzier vazhdimisht derisa masa të trashet. Ndërkohë, pas 12 me 13 minutash, kontrollojmë nëse është pjekur keku. Nëse kunja e dhëmbëve del e thatë, do të thotë që është pjekur. E lëmë njanë në temperaturën e dhomës derisa të përfundojmë me kremin. Ndërkohë, pasi kremi është piksur, e largojmë nga zjarri e i hedhim një copë me gjalp diku te 50 g. Pasi të ketë shkrirë mirë gjalpi, do e hedhim sipër kekut që sapo poqëm. Ja vlen ta provoni, do ju dalë një ëmbëlsirë e veçantë dhe shumë e mirë. Ka një pamje të jashtëzakonshme dhe kur ta servirni të gjithë do të mahniten. E lëm për 5 minuta në temperaturë dhome të ftohet pak, derisa të krijojë një korre të lehtë sipër. Më pas do të hapim në këtë mënyrë avash avash gjysmën tjetër të brumit të kekut. Siç ju thash, duhet të jetë një masë pak e rrjedhshme që të mundet të hapni në këtë mënyrë, që mos t'ju mundoj sepse edhe kremi poshtë është i butë. Nëse nuk është shumë e rrjedhshme, do të shtoni pak qumësht. Vazhdojmë me pjekim, pjekim në 180 gradë për afërsisht 20 minuta. Në zgarën e mesme të furrës e kam pjekur unë, do e shikoni dhe vetë derisa të marrë ngjyrë të artë sipër. Pas pjekjes do e largoni direkt nga furra dhe do e lini të ftohet të paktën 30 minuta në temperaturën e dhomës. Pra do jetë e ngrohtë, nuk do jetë as shumë i nxehtë as shumë i ftohtë. Përsipër e kam lyer me një lugë gjelle mjalt, të cilën e kam holluar pak me 2 lugë gjelle me ujë të nxehtë. E lyejm në këtë mënyrë, merr një shkëlqim dhe një shije teje të mirë nga mjalti. Nëse keni dëshirë, mundeni dhe ta shërbetosni pak. Më tepër keku sipër shërbetoset, ndërsa për nga poshtë mundeni gjatë servimit të hidhni nga një lugë sherbet sipër, që sherbeti të vejë dhe tek pjesa e poshtme. Ndërsa gjëja më e mirë që mund të bëni pasi të jetë ftohur komplet ëmbëlsira, do e prisni në copa dhe do e shërbetosni që sherbeti të vejë dhe poshtë. Unë e kam bërë në këtë mënyrë dhe më ka pëlqyer jashtëmase. Dhe ja të dashur miq, rezultati i këtij qumështori kaq special. Keku lart dhe poshtë ka dalë tepër i butë, sikur të keni përgatitur pandespanjën origjinale. Dhe kjo fal kremit që nuk e le të thahet. Ja vlen ta provoni si nga pamja ashtu dhe nga shija. Nëse ju ka pëlqyer video e sotshme, për të më mbështetur, mos harroni të jepni një like. Gjithashtu mund ta ndani me miqtë tuaj në rrjetet sociale. Për ata që do e provojnë, punë të mbarë dhe ju bëf të mirë. Gjithë të mirat, bashkë më ne dëgjofshim në recetën e radhës.